أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم. Falënderimet dhe lavdrimet tona I takojnë vetëm Allahu Gjeleshanhu, I cili na krijoi në formën më të bukur, na udhëzoi në fenë e vërtet dhe të vetme të pranuar, na shpalli Kur'anin udhërofyes dhe na dërgoi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam mësues. Salavatet tona qofshin mbi vulën e pejgamberisë të dërguarit fundit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe mbi familjen e tij të ndershme. Amin. Xhamati nderuam, ne sot inshallah taala dhe disa ligjërata me radh do të mundohemi të nxjerrim mësime nga jeta e një prej pejgamberëve të dalluar të Zotit, Sulejmanit alayhi salam, të cilin Allahu Gjeleshanuhu e dërgoi pejgamber, po është një prej pejgamberëve të rrallë që përpos që ishte pejgamber, ishte edhe mbret. Dhe ne inshallah taala do të mundohemi të nxjerrim nga pikët kryesore të jetës së tij që Allahu Gjeleshanuhu e përmend në Kur'an, të mundohemi të nxjerrim mësime, sepse Allahu Gjeleshanuhu pejgambert nuk I ka përmend në Kur'an vetëm sa për të kalu kohën. Nuk janë të përmendur pejgamberët në Kur'an apo ngjarjet në Kur'an vetëm thjesht për rekreim, apo thjesht që neve na tregojnë një histori të kaluarës, por çdo mësim I të kalumës Allahu Gjeleshanuhu kërkon prej neve që ta vendojmë në jetën praktike, që ta shtim në jetën tonë, atë tregim që Allahu Gjeleshanuhu e përmend për një pejgamber në Kur'an, të jemi të vetëdijshëm se jetën e atij pejgamberi dhe atë mësim që duhet ta nxjerrim nga ajo pjesë që përmendet, duhet ta vendojmë në përditshmërinë tonë. Kur gjë Allahu nuk përmend kot e kot. Asnjë send në Kur'an nuk është e përmendet rastësisht. Dhe dikush thot, po pse vetë mirët hoxha me jetën e pejgamberit? Po xhamat, pse Zoti ne I ka thënë ato pejgamber? Pse Zoti I ka përmend Kur'an ato pejgamber? Nëse ne nuk I marrim shembull pejgambert, kanë do ta marrim shembull. A mos ka sot politikan për ta marrë për shembull? A mos ka sot ndonjë artist ta marrësh për shembull? A mos ka ndonjë këngëtar për ta marrë shembull, apo ndonjë sportist ta marrë shembull? Krejt jetën e tyre nëse va analizon të mbushet me harame, me vjedhje, mashtrime, droga, prostitucion dhe të zeza tjera. A që ato dhe të bohën shembulltyre jetës tonë dhe rinis tona? Jo xhamat, po dikush I qëllimisht nuk ka dëshirë që popullata muslimane ta marrë shembulltyr pejgamber, të marrë shembulltyr njënin prej pejgamberëve, po ka qef që të lanë shembulltyr të devijumit, që edhe rinia jonë devijoje në udhëkeqe. Po ne xhamati ndershëm, do të mundohemi gjatë gjithë jetës tonë që jetët e këtyre pejgamberëve që Allahu na I përmend në Kur'an, të mundohemi t'i vendojmë në përditshmërinë tonë. Në këtë mënyrë do të jetojmë me Kur'anin. Se Kur'ani nuk është libër që vetëm duhet rihen raft e të lexohet natëve të mëdha, e nga ana tjetër mos punojmë me Kur'anin. Kur'anin do ta punojmë në jetë në moment kur do të jetojmë me mësimet e Kur'anit. E mësimet më të qarta I kemi në jetët e pejgamberëve që Allahu na I ka përmendur shumë shpesh në Kur'an. E prej këtyre pejgamberëve është edhe Sulejmani alayhis salam. Ky pejgamber I dallum, Allahu Gjeleshanuhu ja mundsoi të zgjedhë në mes diturisë dhe pasunisë e pushtetit. Çfarë zgjodhi? Sulejmani alayhis salam e zgjodh diturinë. Po kur e zgjodh diturinë, Allahu ja dha edhe pushtetin, ja dha edhe mbretnin. E xhamati ndershëm,
fillimisht nga çki aspekt të analizojmë jetën tona xhamat. Sepse jeta e pejgamberëve duhet ta vendojmë në jetën tonë. Ne a japim përparësi diturisë apo pasurisë? Tek cila anojmë më shumë? E shohim ki pejgamberi i Zotit, ju mundsu zgjedhja a e don dijen apo e don pasuninë dhe mbretërinë. Ai e zgjodh dijen, po kur e zgjodh dijen, Allahu ja dha edhe pasuninë edhe mbretërinë. E xhamat, nëse neve sot do të na u kish dhënë mundësi e zgjedhjes, a e kishim zgjedh ne diturinë? A e kishim zgjedh ne të marrim dije? Apo do të kishim anu ka çështja e pasunisë? Nuk ka nevojë as pak ta lodhni mendjen të mendojni se si do të kishim vepruar në këtë situatë, sepse realiteti na tregon se çka kemi zgjedh. Shkolla kemi ka këta anët, ama kvalitet në arsim s'kemi. Mendja sot në përgjithësi ju rrin te parja, nuk u rrin te dija. Nuk shikon të mësoje diçka, po i mban mend si të boje parë, si të boje pasuni, si ta boje një vetur, si ta boje një luks të kësaj jete. Kush është ai që e do dijen? Shumë pak janë ata që vrapojnë pas diturisë. E Sulejmani a.s. e zgjodh diturinë xhamatin dashur. Po me këtë dituri, Allahu xhaleshani ja dha atij edhe dijen, po ja dha edhe çështjen e mbretërisë dhe xhamatin ndarshëm i vetmi pejgamber. Po jo vetëm pejgamber, po mund të themi lirisht ndër njerëzit e rrallë që ka qenë mbret, që e ka sundu gjithë dynjan. Sulejmani a.s. dhe Dhulkarnejni që përmendet në Kur'an janë të vetmit të cilët e kanë sundu xhamat gjithë dynjan. Lindje e në perëndim, veri e në jug, nuk ka pas territor që nuk e ka sundu Sulejmani a.s. Po Allahu xhaleshanuhu ja dha mundësin këtij të kese asi ushtrie që sot e kësaj dita askush nuk mund ta imagjinojë. Ushtria e tij nuk përbëhej vetëm prej ushtarëve, po në ushtrinë e tij ai kishte edhe kafshët, i kishte edhe shpezët, i kishte edhe xhinët, e kishte edhe erën, e cila si thot Allahu xhaleshanu në Kur'an, era thot e barte thot Sulejmanin a.s. në distanca që njerëzve ju shkonte thot 1 muaj, e ai thot për një paradite thot mbrinte në atë vend. E kjo i ka ndihmu që Sulejmani a.s. ta kese në nënshtrim ti gjithë botën xhamatin e rrugë. Po ajo çka është interesante është se Allahu xhaleshanu na tregon në Kur'an edhe një lutje që e bani Sulejmani a.s. Sulejmani a.s. ju lut Allahu xhaleshanuhu dhe i tha: o Allah, jepëm tha asi pushteti që as kush mbas meje mos e kese atë pushtet. Kjo ishte duaja e Sulejmanit a.s. Më jepni pushtet që as kush mbas meje mos kese çasi pushteti. Dhe Allahu xhaleshanuhu i dha asi pushteti që sot e kësaj dite dhe derisa të ekzistojë bota nuk do të kese dikush që do ta kese pushtetin që e ka pas Sulejmani a.s. E njëherë pejgamberi on sallallahu alaihi wasallam xhamat ish duke u fal në xhami. Dhe duke fal namaznat e pejgamberit on sallallahu alaihi wasallam i erdh, si tregon vetë pejgamberi alaihi salam në hadith, një shejtan i cili deshi që ta pengoje pejgamberin alaihi salam. Ju afru pejgamberit alaihi salam në një transmetim përmendet me një gjatës të zjarit dhe desh që ti boje dom pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Dhe thot desha thot pejgamberi alaihi salam që ta kapi edhe ta lidhi thot për njënën prej shtyllave të xhamisë. E ju thot kur do të vishin namazin e sabahit ta shifshi thot krejt lidhet aty në shtyllën e xhamisë. Po thot atëherë mu kujtu thot lutja e Sulejmanit a.s. që e kish lut Allahu xhaleshanuhu jepëm asi pushteti që mos e kese askush pas meje. Dhe kur mu kujtu thot kjo dua e Sulejmanit a.s. e lshova dhe nuk veprova që ta lidhi për shtyllën. Pse? Se vetëm Sulejmani a.s. ka arrit që ti kontrolloje edhe shejtanët xhamat. Allahu xhaleshanu i kishte dhënë asi pushteti që të mundet t'i kontrolloje edhe shejtanët. Në thot kjo ishte një veçori të cilën Allahu xhaleshanu e kishte dallu prej gjithë pejgamberëve.
As një prej pejgamberëve s'ka pas kontroll mbi xhinët. Sot njerëzit sot e kësaj dite i madhnojnë xhinët në atë aspektin e dijes dhe mendojnë se xhinët e dinë të msheftën. Mendojnë se xhinët, shejtanët dinë diçka prej të msheftës. Po jo xhamatin dashur. Ata të msheftën nuk e dinë. Ata sekretet nuk i dinë. Ata pushtet mbi njeriu nuk kanë. Allahu xhaleshanu në Kur'an na tregon dhe thot se pushteti i tyne nuk mund vijë mbi njerin që është muhsinin, prej të bamirësve, prej atyne që bëjnë punë të mira, mbi atë nuk ka mundësi të kese pushtet shejtani. Inne kejde shejtani kjane daifa. Allahu thot në Kur'an se mashtrimet e shejtanit, intrigët e shejtanit thot janë dopta. Nuk kanë ata pushtet mbi njeriun. Nuk ka mundësi a i të kese pushtet mbi njeriun. Ama edhe njeri nuk mund të ashtijen pushtetin e tijat. Po Sulejmanit a.s. ja kish dhanë mundësin që ti kontrolloje xhinët. Dhe ata thot zhyteshin në ujë, edhe nxjerrshin thot margaritare. E keni parasysh xhamat në ato kohë në kur ka jetu Sulejmani a.s. nuk ka pas nëndece. Si sot për shembull që mundet me anije nëndece të shkojnë shumë fell në ujë, ose me pajisje, po edhe me ato me pajisje çka janë, nuk kanë mundësi të shkojnë më fell se 200-300 metra. E Sulejmanit a.s. në fellësitë e detnave shkojshin xhinët edhe ja nxjerrshin margaritarët. Nxjerrshin margaritar edhe i bishin për Sulejmanin a.s. Po ashtu i detyron të punojnë punë të randa. Punojshin punë të randa dhe ata vazhdimisht ishin në presionin e punës dhe nuk kishin mundësi që të dalin prej kontrollit të Sulejmanit a.s. Dhe ai kontrollon të xhamat me urdhnin e Allahu xhaleshanu. Nuk duhet të bindemi në ato fjalët e sot që i përdorin disa prej magjistarëve apo hebrejve, se dhe hebrejt Sulejmanin a.s. e konsiderojnë magjistar. Jahudit e sotit e konsiderojnë Sulejmanin a.s. magjistar. Pse? Sepse ai pas ka sundu xhinët dhe ata automatikisht e kanë ndërlidh pushtetin mbi xhinët me sihirbazët. Dhe sot e kësaj dite hebrejt e mendojnë Sulejmanin a.s. se ka qenë magjistar e jo pejgamber. Ai nuk ka qenë magjistar. Ai ka sundu xhinët, po s'ka qenë magjistar. Bile disa ja kanë bërë edhe një shpifje tjetër që ja kanë mbështet Sulejmanit a.s. kinë se ai i pas ka sundu xhinët dhe shejtanët me unazën e tij. E çfarë pas ka pas në unazën e tij? Sipas disave, pas ka pas të vizatu me illin gjashkanç, qatë illin të cilin jahudit e kajnë sot në flamurin e vetë. Dhe ata thonë se Sulejmani a.s. qatë ylle pas ka pas në unazën e vetë, edhe me ati pas ka sundu xhinët dhe shejtanët. E sot, disa bile fatkeqësisht edhe musliman kanë ranë këtë propagandë, edhe atë ill e vizatojnë në për xhamia. Qatë ill e vizatojnë në për shumë xhamia. E në kur që u thush disave çka lyp ki ill në xhami, është njëjtë, e bone atë ill, e bone kryqin, është i njëjtë, i kryqi i krishterve, a illi i jahudive, i magjistarve. Çka lypaj? Jo, thot i Sulejmanit a.s. është vula Sulejmanit a.s. Xhamatin ndërshëm, kjo është një shpifje e randë. Kjo është një shpifje ti që ja bëjsh pejgamberit Zotit. Se nuk ka kërkundin histori, as në Kur'an, as në sunetin e pejgamberit a.s. as në Bibël, as në Teurat, as në kaballën e jahudive të cilën ata e përdorin për magjit e tyne, nuk përmendet dikundin do një lidhje në mes ati yllit gjashkanç me pejgamberin Sulejman a.s. As kundin. Ama dikush i sot mundohet t'i binde edhe muslimanët kinse jahudit e pas kanë marrë prej muslimanve. Jo xhamat, se kanë marrë prej muslimanve. Se të kish qeni muslimanve, dhe kish qeni në traditën e pejgamberit a.s. dikundin Kur'an apo në Sunet, as kundin nuk përmendet ai ill. Ai ill është sot e kësaj dite i përdorët nga magjistarët. Sihirbazët xhamat, çdo herë kur bëjnë hemalia, çdo herë kur shkruajnë sihire, brenda atyne sihireve tyne e vizatojnë edhe këtë yllin, ose yllin me 5 kande, ose yllin me 6 kande. Çfarë tregon kjo? Kjo xhamat tregon se ata janë të lidhët me shejtanin. Nuk kanë lidhje me Allahun xhaleshanuhu. Ama dikush i ka bërë një propagandë fuqishme sa që i ka bind muslimanët kinse pas ka lidhje me Sulejmanin a.s.
E pse? Dhe kjo buron xhamat nga këto fjalë të cilët kanë ndesh që mbështesin Sulejmanit a.s. kurse ai s'pas ka qenë pejgamber, po pas ka qenë magjistar. Naudhu billah, shpifje e madhe është kjo ndaj këtij pejgamberit të dallum. Po ashtu xhamati ndershëm, Allahu xhaleshanuhu ja mundsoi Sulejmanit a.s. të dinte edhe gjuhët e kafshëve. Sulejmani a.s. i kuptonte edhe gjuhët e insekteve. Në Kur'an na përshkruhet një rast ku njëherë Sulejmani a.s. me ushtrinë e vet te kalu te lugina e milingonave. Lugin që ishte e mbushët me milingona, mizatoke. Edhe Sulejmani a.s. kur ka përcej aty, kjo mbretnesha e milingonave i urdhnon ato tjerët dhe ju thot hyni, thot na përgollen, se thot dë ka përceje, thot ushtria e Sulejmanit a.s. e do që shkele pa ju vrejt. Po është interesant, në Kur'an kur përdoret, thot do t'ju theje Sulejmani a.s. Nuk thot do t'ju shtype, se zakonisht i me shkel një insekt e shtypën. Ama në Kur'an përdoret një shprehje, thot mos ju theje. Do thot, çka mund të thejet nëse diçka është e xhamit, apo? E tash pse u ka përdor kjo shprehje? Dy gjëra interesante xhamat te kjo pjesë, të cilët sot shkencëtarët i kanë zbuluar. Kur them sot në periudhën e shekullit 20-21. Ma herët se kanë ditë xhamat se edhe milingonët kanë një mbretnesh. Këtë se kanë ditë. Dhe milingonët është interesante se në Kur'an ajo që folën nemle, do thotë përmendet në gjinin femror. Jo mashkullor, po femër. E ta shkencëtarët e kanë zbuluar se mbretnesha që ju dheq milingonët është femër, nuk është mashkull. E këtë si e diti Kur'ani para 1400 vjetëve, se është inspirim prej Allahu xhaleshanu. Pra ka qenë mbretnesha milingon e gjinis femrore. Edhe ajo qohet edhe u thot milingonave tjera, mizave tokës tjera, thot hyni, thot na përvrima. Ta shkencëtarët kohës fundit e kanë zbuluar xhamat se milingona kur shohën do një rrezik, qoftë ajo do një vërshim ujë, ose do një tërmet, ose do një rrezik tjetër, kjo mbretnesha e milingonave i komunikon tyne tjerave që të hikin se ka rrezik. Këtë ma herët xhamat se ka ditë kërkush. Kërkush se ne ka imagjinu se milingonat komunikoj kanë me njëna tjetër. Dhe në atë kohë, që mu para 100 vjetë më andej, njerëzit se kanë ditë se milingonët kanë kontakt me njëna tjetër, bisedojnë me njëna tjetër. Edhe këtë kush në e përmendi? Këtë në e përmendi xhamat, Allahu xhaleshanu në Kur'an, na tregoj se milingona, që është mbretnesha kryesore, i paralajmëron për do një rrezik të tjerët që të hikin shpëtojnë. Shife, aso kjo xhamat mrekullia? Aso kjo një mrekulli që Allahu xhaleshanu na e ka përmend para 1400 vjetëve në Kur'an, ndërsa ka ndodhur para 1000 vjetëve në kohën e Sulejmanit a.s. e shkencëtarët s'kan ditë, do thotë që kjo ekziston deri para disa vjetëve. Shumë shpejt tash kohës fundit u ka zbulu se milingonët i udhëheqën mbretnesh femër, dhe se ajo kur ka do një rrezik i paralajmëron të tjerët që të hikin ta shpëtojnë vetin. Po edhe një element tjetër që ma, shka është interesant këtu. Allahu e përmendën këtë fjalën e milingonës, thot hikni, thot na përvrima, se Sulejmani do t'ju theje. E pse është përdor shpreja do t'ju theje e jo do t'ju shtype? Tash shkencëtarët e kanë analizuar xhamat trupin e milingonës, mizës tokës. Edhe e kanë pasë trupi i saj një pjesë të madhe të shpinës, e keni pasë janë milingonët a strukturën, kokën e ka më të vogël, shpinën e ka më të madhe. Ajo shpina e pas ka një mburoj e cila është prej qelqi, do thot prej xhamit. Do thot qatë mburojën e shpinës milingona e pas ka me përbërje të xhamit. Dhe ajo kur shtypët thehet. Kur e zbulu këtë shkencëtarët para mbas vitit 2000. Mbas vitit 2000 shkencëtarët e kanë zbulu për mbajtjen e shpinës milingonës. A Allahu xhaleshanu na e përmend para 1400 vjetëve se trupi i milingonës thehet. E në atë kohë se kanë ditë se çka është kuptimi i kësaj. Ama sot shkencëtarët e kanë zbuluar se me të vërtet nuk ka na kote përdoret kjo shprehje.
po pas ka diçka që u ka përmend bashkë kjo shprehje. E xhamat, Allahu xhaleshanuhu është krijuesi i gjithçkahit. Ai e din çdo sendi në imcinat e saj. Dhe kështu Allahu xhaleshanuhu e din edhe përmbajtjen e trupit të milingonës. Dhe këtë na e tregoi kështu se kështu ka ndodhur në kohën e Sulejmanit a.s. i cili ishte në gjendje të kuptoje edhe gjuhët e kafshëve. Po ashtu xhamati ndershëm, çka është interesante? Sulejmani a.s. e pat një pushtet që askush në botë nuk e ka. Edhe pse shumë veta e kanë desht ta kinë sundimin e botës. Shumë mbretni e shumë prezident shtetësh sot e kësaj dite gjithë kjo luftë çka bëhet? Për çka bëhet? Bëhet xhamat kinë pushtet mbi njerëzit. Po askush deri sot s'ka mbrit ta sundojë këtë botën. I vetmi që e ka sundu ka qenë Sulejmani a.s. Pasunin që e ka pas Sulejmani a.s. edhe Elon Musk sot që është një ndër pasanikët më të mëdhenj botës, nuk e ka pas kërkushi xhamat. Pasunin që e ka pas Sulejmani a.s. se ka pas askushi. Po gjithë këtë pasuni, gjithë këtë pushtet xhamat, Sulejmani a.s. e vendoi në shërbim të fesë. E vendoi për ta përhap fenë. E përdori për qenë Allahu i kënaqet me të. Dhe nuk ishte Sulejmani a.s. që ta mashtroje pushtetin, e ta mashtroje pasunia, e të mendoje se ai është, do thot që e ka bo gjithat. Jo xhamat, po ai ishte i vetëdijshëm se krejt këtë begati e ka prej Allahu xhaleshanuhu, dhe ai nuk e përdori pushtetin dhe pasunin për të bërë zullum, po e përdori xhamatin ndershëm që të jese në shërbim të Allahu xhaleshanuhu. Po ashtu, ai e kishte qëllim që të arrije kënaqësinë e Zotit. A e keni pasur sot xhamat gjithë këto pushtetar politikan kanë për botë? Kanë sundim, kanë pushtet, ama s'janë të kënaqur. Ka pasanik të mëdhenj në përbot, po s'janë të kënaqur. Janë stres, janë depresion. Sulejmani a.s. s'kishte as stres, as depresion. Pse? Se qëllimi ati ka qenë të mbrije kënaqësinë e Allahut. Ndërsa këta politikanët e sotit që kanë bërë miliarda e që mundohen me të madhe vetëm glabrojnë pasunitë e njerëzve. Edhe pse mundohen, po qëllimin nuk e kanë për Allah. Qëllimin e kanë ta mbushin synin e tyre të und, ama syni i njerit nuk mbushet me kurrë, si tha pejgamberi alayhis salam. Synin e njerit e mbush vetëm dheu kur do të mbushet në varr, vetëm atë mbushet syni i njerit, tjetër se s'e mbush. E inshallah taala xhamat, të jetojmë me mësimet e këtyre pejgamberëve dhe këto mësime të cilat do të mundohemi gjatë këtyre ndetëve të teravive, inshallah taala të bëhen sebeb që ne të shtim në jetën tonë të përditshme dhe të jetojmë me mesazhet e pafundme të cilët dalin prej Kur'anit dhe nga jeta e pejgamberëve të Allahut. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.